Mirë se keni ardhur në aktivitetin e shoqatës Nexhat Albania në rastin e 20 qershorit. Sot jemi mbledhur për të folur për familjet e ndara, të drejtat e njeriut dhe pasojat e izolimit dhe ekstremizmit ideologjik. Ky nuk është thjesht një takim, por një thirrje për ndërgjegjësim dhe transparencë. Ne sot zgjedhim të dëgjojmë zërin e familjeve dhe të ish antarëve, jo propagandën. 20 qershori nuk është vetëm një datë politike, por një moment të reflektimi për të vërtetën dhe dignitetin njerëzor. Faleminderit dhe mirë se na erdhët edhe një herë. Faleminderit. Fillimisht ne do të ndjekim një video material punuar nga Brigela Syllolari, ju lutem ta ndjekim me vëmendje. Faleminderit. Organizata Mujahedinët e Popullit të Iranit, MEK, u themelua në vitin 1965, me qëllimin e një pjesë të konsiderueshme të mbështetjes popullore dhe shumë nga anëtarët e saj u larguan nga vendi. Pas largimit nga Irani, udhëheqja e organizatës u vendos në Irak. Gjatë luftës Iran-Irak, Mujahedinët e Popullit përfituan nga mbështetja e regjimit të Saddam Hussein dhe ngritën baza në shumta ushtarake në territorin irakian. Bashkëpunimi i tyre me ushtrinë irakiane gjatë kohës kur Irani dhe Iraku ishin në luftë, mbetet një nga pikat më të debatueshme në historinë e kësaj organizate. Në gusht të vitit 1988, me një herë pas pranimit të rezolutës 598 ose 598 nga Irani, organizata nisi një ofensivë të gjerë ushtarake të quajtur Faruk Javidan ose drita e përjetshme. Forcat e organizatës me mbështetje logjistike dhe ushtarake nga Iraku hynë në territorin iranian nga kufijtë të perëndimore dhe synuan të përparonin drejt Kermanshah dhe më pas Tehran. Operacioni u përball me rezistencë të fortë nga forcat iraniane dhe përfundoi me dështim gjatë operacionit kundërpërgjigjes Mersad. Në këtë betejë u vranë shumë anëtarë të organizatës dhe përpjekja për të marrë pushtetin me mjete ushtarake mori fund. Fjalimi politik ekzistojnë në histori njerëzore që nuk duhet të harrohen. Familja është e drejtë, liria është e drejtë, dinjiteti njerëzor është i drejtë dhe asnjë organizatë nuk duhet t'ia mohojë këto askujt. Disconnect. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar përfaqësues të institucioneve shqiptare dhe ndërkombëtare, të dashur miq, aktivistë të drejtave të njeriut dhe mbështetës të shoqatës Nexhat Albania. Sot jemi mbledhur në një datë simbolike, 20 qershorin, një datë që prej vitesh përdoret nga organizata MEK për të promovuar atë që quhen rezistenca iraniane. Por si qytetar, si studiues dhe si mbrojtës të drejtave të njeriut, ne kemi detyrimin të shohim përtej sloganeve politike dhe të analizojmë realitetin me objektivitet dhe përgjegjësi. Si kriminologe e shoh këtë çështje jo vetëm nga këndvështrimi politik, por edhe nga ai social dhe human. Historia na ka mësuar se organizatat që funksionojnë mbi baza të forta ideologjike dhe që kërkojnë bindje absolute ndaj udhëheqjes, shpesh krijojnë struktura të mbyllura ku individi humbet gradualisht identitetin, pavarësinë dhe lirinë e tij personale. Pikërisht për këtë arsye, kur flasim për Mekun, nuk duhet të flasim vetëm për deklaratat e tij publike,
por edhe për pyetjet që vazhdojnë të ngrihen nga familjet, nga ishantarët dhe nga organizatat e të drejtave të njerëzit. Ne pyesim, a kanë antarët të drejtën të komunikojnë lirisht me familjet e tyre? A kanë mundësi të zgjedhin një jetë jashtë organizatës pa presion? A ekziston mendimi i lirë brenda strukturës së organizatës? A ka transparencë për mënyrën se si merren vendimet dhe se si trajtohen këta antarë? Këtu janë pyetje që çdo organizatë që pretendon të përfaqësojë demokracinë duhet patjetër të përgjigjet. Sot, kur Mek flet për rezistencë, shumë iranian kujtojnë një histori tjetër. Kujtojnë vitet e përplasjeve të armatosura, atentatet, dhunën politike dhe bashkëpunimin me regjimin e Saddam Husseinit gjatë luftës Iran-Irak. Për shumë qytetarë iranian, ky bashkëpunim mbetet një plagë e hapur historike dhe një nga arsyet se organizata nuk ka arritur të fitojë besimin e gjerë të popullit iranian. Ne nuk jemi këtu për të shkruar historinë. Historia është shkruar tashmë, por kemi detyrimin të mësojmë prej saj. Një organizatë nuk mund të kërkojë besimin e njerëzve duke ignoruar të kaluarën e saj. Një organizatë nuk mund të kërkojë mbështetje ndërkombëtare pa u përballur me pyetjet që lidhen me veprimet e saj në të kaluarën dhe në të tashmen. Sot kujtojmë gjithashtu ngjarjet e qershorit 2023 në kampin Ashraf 3 në Shqipëri. Ato ngjarje treguan se kur institucionet shqiptare kërkuan të ushtronin kompetencat e tyre ligjore, u krijua një situatë tensioni që tërhoqi vëmendjen e opinionit publik kombëtar dhe asaj ndërkombëtare. Për ne si qytetar shqiptar, një parim është i panegocueshëm. Në Republikën e Shqipërisë nuk mund të ketë askënd mbi ligjin. Shqipëria ka treguar humanizëm të jashtëzakonshëm, duke strehuar mira shtetas iranian. Populli shqiptar ka hapur dyert e tij, ka ofruar siguri dhe mbrojtje. Por mikpritja nuk duhet të keq përdoret. Çdo organizatë, pavarësisht emrit apo ndikimit të saj, duhet të respektojë ligjet, institucionet dhe sovranitetin e shtetit shqiptar. Në këtë ditë dua të ndalem veçanërisht te familjet. Pas çdo debati politik, pas çdo deklarate dhe pas çdo konference, ekzistojnë nëna, baballar, motra dhe vëllezër që prej vitesh kërkojnë të dëgjojnë zërin e të afërmëve të tyre. Shumë prej tyre kanë udhëtuar mijëra kilometra, shumë prej tyre kanë dërguar letra dhe mesazhe, shumë prej tyre kanë pritur me vite vetëm një telefonat. Zëri i këtyre familjeve nuk duhet të hesht. Asnjë ideologji, asnjë organizatë, asnjë projekt politik nuk mund të jetë më i rëndësishëm se e drejta e një nëne për të takuar fëmijën e saj apo e drejta e një njeriu për të komunikuar me familjen e vet. Shoqata Nexhat Albania është krijuar pikërisht mbi këtë parim njerëzor. Ne nuk kërkojmë hakmarrje, ne nuk kërkojmë përplasje, ne nuk kërkojmë urrëtie. Ne kërkojmë transparencë, ne kërkojmë respekt për të drejtat e njeriut, ne kërkojmë që familjet të dëgjohen, ne kërkojmë që çdo individ të ketë të drejtën e zgjedhjes së lirë. Në punën tonë kemi parë se si izolimi, kontrolli psikologjik dhe fanatizmi ideologjik mund të dëmtojë individin. Kemi parë njerëz që kanë humbur vite të tëra të jetës së tyre larg familjeve, larg shoqërisë dhe larg mundësisë për të ndërtuar një jetë normale. Për këtë arsye ne do të vazhdojmë të rrejmë zërin tonë. Do të vazhdojmë të bashkëpunojmë institucionet shqiptare dhe ato ndërkombëtare. Do të vazhdojmë të mbështesim ishantarët që kërkojnë të integrohen në shoqëri. Do të vazhdojmë të mbrojmë të drejtën e familjeve për të ribashkuar me njerëzit e tyre të dashur. Dhe do të vazhdojmë të kundërshtojmë çdo formë ekstremizmi politik, fanatizmi ideologjik dhe manipulimi të individit. Sot në këtë 20 qershor ne dëgjojmë një mesazh të qartë. Rezistenca e vërtet nuk është izolimi i njerëzve nga familjet e tyre. Rezistenca e vërtet nuk është bitja e verbër ndaj një organizate. Rezistenca e vërtet është mbrojtja e lirisë, dinjitetit njerëzor dhe të drejtave themelore dhe të vërtetës. Kjo është rezistenca që ne mbështesim.
Kjo është rezistenca që i shërben njeriut. Kjo është rezistenca që i shërben paqes dhe demokracisë. Ju falenderoj. Duan e ti, përsisht nuk do të bëjë përkthimin. با سلام، من موسی دامرودی هستم، عضو سابق سازمان مجاهدین خلق. سازمان مجاهدین خلق در ابتدا با شعار آزادی و عدالت شکل گرفت، اما با تدریج مسیر خشونت و مبارزه مسلحانه را در پیش گرفت. در دهه 1360 اقدام مسلحانه و ترورهای این سازمان جان هزاران ایرانی را گرفت و خاطرات تلخی را در تاریخ معاصر ایران بر جای گذاشت. Të nderuar zonja dhe zotërinj, organizata Mujahedinët e Popullit të Iranit u krijuar fillimisht me parulla për liri dhe drejtësi, por me kalimin e kohës zgjodhi rrugën e punës dhe të luftës së armatosur. Gjatë viteve 1980, veprimet e armatosura dhe atentatet e kësaj organizate shkaktuan vdekjen e mijëra iranianëve dhe lanë plagë të thella në historinë bashkëkohore të Iranit. یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های کارنامه این سازمان همکاری با رژیم صدام حسین بود. این همکاری در عملیات فروغ جاودان در سال 1367 به اوج خود رسید. عملیاتی که با هدف حمله به ایران انجام شد و بسیاری از ایرانیان آن را خیانت به منافع ملی کشور ایران می‌دانند. Një nga kapitujt më të debatueshëm të historisë së kësaj organizate është bashkëpunimi i saj me regjimin e Saddam Huseinit gjatë luftës Iran-Irak. Ky bashkëpunim arriti kulmin në operacionin Forog Javidan në vitin 1988, një sulm i organizuar kundër Iranit, të cilin shumë iranianë konsiderojnë si tradhtim ndaj interesave kombëtare të vendit të tyre. در 17 ژوئن 2003 بازداشت مریم رجوی در فرانسه بار دیگر نام این سازمان را در صدر اخبار قرار داد. پس از این رویداد تعدادی از اعضا و هواداران این سازمان در اروپا اقدام به خودسوزی کردند که به مرگ و مجروح شدن چند نفر انجام داد و افکار عموم جهان را شوکه کرد. Më 17 qershor 2003, arrestimi i Mariam Rajavit në Francë riktheu emrin e kësaj organizate në qendër të vëmendjes ndërkombëtare. Pas këtij zhvillimi, disa anëtarë dhe mbështetës të organizatës kryen betjekje në vende të ndryshme europiane. Kjo ngjarje tronditën opinionin publik dhe ngritën pyetje serioze mbi strukturën e brendshme dhe ndikimin e udhëheqjes së organizatës mbi anëtarët e saj. امروز مرور این حوادث تنها بازخوانی تاریخ نیست، بلکه یادآور این حقیقت است که خشونت، افراطی‌گرایی و وابستگی به قدرت‌های خارجی نمی‌تواند راهی برای آزادی و سعادت یک ملت باشد. یاد قربانیان این حوادث را گرامی می‌داریم و بر اهمیت حفظ حقیقت و حافظه تاریخ تاکید می‌کنیم. با تشکر از همه شما. Sot, kujtimi i këtyre ngjarjeve nuk ka për qëllim nxitjen e urrejtjes, por ruajtjen e së vërtetës historike. Ato na kujtojnë se dhuna, ekstremizmi dhe varësia nga fuqitë e huaja nuk mund të jenë rruga drejt lirisë dhe prosperitetit të një kombi. Ne nderoj kujtimin e viktimave dhe theksojmë rëndësinë e mësimit nga historia për të mos lejuar përsëritjen e gabimeve të së shkuarës. Ju falenderoj të gjithëve. Tashmë fjalën do ta marrë një tjetër anëtar i shoqatës sonë, zoti Hamid Atabaj. با سلام به حضار گرامی، من حمید آتابایی هستم از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق مستقر در کمپ مانس. می‌خواستم نکاتی رو که امروز درباره 30 خرداد به اطلاع حضار گرامی برسانم. Përshëndetje të dashur audiencë, unë jam Hamid Atabaj, një anëtar i organizatës Mujahedine të Popullit me seli në kampin Mans në provincën e Durrësit. Doja t'ju informoja të dashur për ditën e sotme 20 qershor.
روز 30 خرداد یادآور یک خیانت بزرگ به انقلاب نوپای مردم ایران بود. انتخاب استراتژی غلط با افتادن به دام این اشتباه استراتژیکی بود. ایران زمین که یک تحول بزرگی رو پشت سر گذاشته و حالا وارد مرحله جدید میشد، اما در دوران خود یک غده سرطانی بزرگی رو که رو به رشد بود داشت. 20 qershori ishte një kujtesë për një tradhti të madhe dhe revolucionit të ri në Iran dhe zgjedhjen e strategjisë së gabuar dhe rënien në kurthin e këtij gabimi strategjik. Irani, i cili kishte pësuar një transformim të madh dhe tani po hynte në një fazë të re, kishte një tumor kanceroz që rritej brenda tij. شرایط متحول جامعه از یک طرف و درست تو دومین سال وضعیت جدید انقلابی پیش آمده تو کشور، عراق به ایران تجاوز نظامی کرده، بخشی از جنوب غربی کشور را به اشغال خودش درآورده بود. Kushtet në ndryshim të shoqërisë nga njëra anë dhe nga ana tjetër, vetëm në vitin e dytë të situatës së re revolucionare në vend, Irani pushtoi ushtarakisht Iranin dhe pushtoi një pjesë të jugperëndimit të vendit. سازمان مجاهدین که با خودرو نیرنگ تونسته بود بخشی از جوانان جامعه رو به همراه خود داشته باشه، به جای اینکه از خاک مورد تجاوز قرار گرفته خود یعنی ایران دفاع بکنه، درست برعکس روز 30 خرداد سال 60 به یک حرکت کثیف و زشتی زد، طوری که میخواست به بهانه تظاهرات مسالمت آمیز رهبری وقت ایران را از بین برده و مسعود رجبی خودش رهبری جامعه رو به دست بگیره. Organizata Mujahedine, e cila kishte arritur të fitonte një pjesë të brezit të ri të shoqërisë përmes mashtrimit dhe dredhisë, në vend që të mbronte territorin e pushtuar të Iranit, përkundrazi më 21 qershor 1981 bëri një veprim të shëmtuar, duke synuar të eliminonte udhëheqjen e Iranit në atë kohë në pretekstin e një demonstrate, proteste dhe vetë Masud Rajavi të merrte përsipër udhëheqjen e shoqërisë. اما غافل از این بود که جامعه او و افکار او را ترک کرده. این خیانت حتی راه برد به اینکه نزدیکترین دوست و همکار خودش، همچنین زن و فرزند خودش رو در تهران جا بذاره و به فرانسه فرار کنه تا جون خودش رو حفظ کنه. Por ai nuk ishte në dieni se shoqëria po e refuzonte atë dhe idetë e tij. Kjo tradhti madje bëri atë të lindte mikun dhe kolegun e tij më të ngushtë, si dhe gruan dhe fëmijën e tij në Teheran dhe të ikte në Francë për të shpëtuar jetën e tij. این اشتباه استراتژیک همینجا متوقف نشد و خیانت دیگری رو مسعود رجبی مرتکب شد که شنیدن این موضوع بر هر انسان شکاوره. او به بهانه‌ای که مریم رجبی زن مهدی ابریشمچی بود باید در دفتر او کار کند، شرایطی را ساخت که مریم از شوهرش جدا بشه و درخواست طلاق رو با مسعود رجبی ازدواج بکنه. Hapi tjetër në këtë gabim strategjik ishte një tjetër tradhti që të pronte çdo personi kuptueshëm të reagonte dhe të dëgjonte për të. Ai krijoi kushtet në të cilat Meryem, e cila ishte gruaja e Mehdi Abrishamti, do të kërkonte divorc nga burri i saj dhe do të martohej me Masud. اولین گام فروپاشی زندگی‌ها که در ادامه این صدها زن و شوهر که دارای فرزند بودند در سازمان مجاهدین مجبور شدند به تبعیت از مریم رجبی بنا به دستور مسعود رجبی از همدیگه جدا بشن و فرزندان اینها آواره کشورهای اروپایی و آمریکا بشن. Hapi I parë në shëmbjen e jetëve, I cili më vonë do të çonte në qindra çifte që kishin fëmijë në organizatën MEK, të detyruara të ndiqnin Mariam Rajavin dhe të ndaheshin nga njëri tjetri me urdhër të Masud Rajavit dhe fëmijët e tyre do të bëheshin enda cak në vendet europiane dhe Amerikë. این یک سنت شد و هر کسی که میخواست وارد سازمان مجاهدین بشه باید زن و شوهر از همدیگه جدا میشدن. و همین الان در کشور آلبانی 2000 نفر فاقد زندگی مشترک هستند و حتی اجازه ندارن با شهروندان آلبانیایی مراوده داشته باشن، البته اینجای خود، حتی اجازه تماس با خانواده خود را هم ندارن.
Kjo u bë një traditë dhe kushdo që donte të bashkohej me organizatën duhej të ndahej nga burrat dhe gratë e tij. Aktualisht në Shqipëri ka 2000 njerëz që nuk jetojnë së bashku dhe as nuk lejohen të komunikojnë me qytetarët shqiptar. Sigurisht atyre as nuk u lejohet të kontaktojnë familjet e tyre. اشتباه استراتژیک 30 خرداد سال 60 اینجا متوقف نشد. مسعود رجوی برای پیشبرد خط و خطوط منحرف خودش نیاز مبرم به پول داشت. لذا بر اساس اسباب موجود در همین انجمن نجات آلبانی با صدای رهبران سازمان پولای هنگفتی را از دشمن ایران زمین یعنی کشور عراق در زمان جنگ دریافت می‌کرد. Gabimi strategjik I qershorit 1987 nuk u ndal këtu. Masud Rajavi kishte nevojë të mëdha për para për të çuar përpara linjën e tij të devijuar. Prandaj sipas dokumenteve të disponueshme në shoqatën e shpëtimit të Shqipërisë, ai mori shumë të mëdha parash nga armiku I Iranit, përkatësisht Iraku gjatë luftës. هزاران سلاح، تانک، توپ صدام مجانی در اختیار مسعود رجوی قرار میداد تا به کشور ایران از خاک عراق حمله بکنه. سربازان مدافع وطن از بین ببره یا به اسارت بگیره و به خاک عراق منتقل کنه تا پاداش $1,000,000 خودش رو از صدام حسین بگیره. Saddam Husseini siguroi Masud Rajavit mira tanke dhe artilleri falas në mënyrë që të mund të sulmonte Iranin nga toka irakiane, të eliminonte ushtarët që mbronin ateun, ose t'i merrte robër dhe t'i transferonte në tokën irakiane për të marrë shpërblimin e tij prej $1,000,000. 30 خرداد سال 1402 هم که خودتون میدونید پلیس کشور آلبانی وارد اشرف شد. رهبران سازمان اسناد مدارک جنایتشون رو به آتش کشیدن و با ایجاد درگیری و مقاومت جلو پلیس حتی کشته دادن تا به پلیس اجازه بازرسی از کمپ ندن. Në qershor të vitit 1987, siç e dini, policia shqiptare e hyri në Ashraf. Udhëheqësit e organizatës dojgjën dokumente dhe të dhëna të krimeve të nderit dhe mati I vranë duke krijuar konflikt dhe rezistencë para policisë. Ata refuzuan të lejonin policin të inspektonte. امروز قرار بود که سازمان مجاهدین خلق و مسعود رجوی در این شرایطی که کشور ایران باز هم درگیر یک جنگی همگیر و سنگین بود میخواست در فرانسه وطن فروشی کنه. اما از اونجایی که خدا با مردم ایران بودش پلیس کشور فرانسه برگزاری تظاهرات رو امروز ممنوع اعلام کرد. Sot organizata Mujahedin e Popullit dhe Mariam Rajavi duhet të shisnin ateun e tyre në Francë, në këtë situatë ku Irani ishte ende I përfshirë në një luftë serioze dhe të përhapur, por meqense Zoti ishte me popullin iranian, policia franceze ndaloi demonstratat e tyre sot. خب این یک پیروزی و دستاوردی بزرگ بود، یک تحول کیفی. در اینجا با استفاده از این تریبون از دولت جمهوری آلبانی درخواست دارم اجازه بدهید خانواده‌های ایرانی بتوانند برای دیدار با فرزندانشون به این کشور دوست سفر کنند. لااقل اجازه بدهید خانواده‌های ما جدا شدگان در آلبانی به آلبانی سفر بکنند. خیلی ممنونم. Kjo ishte një fitore dhe arritje e madhe, një ndryshim cilësor këtu dhe duke përdorur këtë platformë I kërkoi qeverisë së Republikës së Shqipërisë të lejojë familjet iraniane të udhtojnë në këtë vend mik për të takuar fëmijët e tyre. Të paktën të lejojë familjet tona të ndara të udhtojnë në Shqipëri. Ju falenderoj shumë. Fjalën e kryetarit të shoqatës Nexhat Albania, zoti Aldo Sullolari. Sot është 20 qershor dhe jemi mbledhur për të folur për një datë që organizata Mujahedine e paraqet si ditën botërore të rezistencës, ku çdo vit në këtë datë e organizon tubime politike në shtetin e Francës dhe përpiqet që të paraqitet si përfaqësuesja legjitime e popullit iranian. Por ne kemi të drejtë të shtojmë një pyetje të thjeshtë dhe shumë të qartë. Kundër kujt po reziston sot Meku? Kur flasim për organizatën e Mekut, nuk duhet të harrojmë dhe historinë e tyre që kanë ardhur deri në këtë ditë.
Kjo organizatë nuk është e njohur vetëm për sloganet e saj politike, por dhe për një kaluar të mbushur plot me atentate, shpërthime, veprime të armatosura, bashkëpunime me regjimin e Saddam Husseinit gjatë luftës kundër Iranit. Këto janë fakte të dokumentuara në raporte ndërkombëtare dhe në historinë bashkëkohore të rajonit. Prandaj askush nuk mundet të kërkojë që opinioni publik të harrojë të kaluaran dhe të gjykojë organizatën vetëm nga propaganda e sotme. Në radhë të dytë, populli iranian ka treguar vazhdimisht se kërkon reforma, zhvillim, demokraci dhe pavarësi. Megjithatë, Meku nuk ka arritur të fitojë mbështetje të gjerë brenda Iranit për kaq vite. Përkundrazi, historia e kësaj organizati ka treguar se është mbushur me konflikte, aleanca të diskutueshme dhe veprime që janë krijuar në ndarje të thella mes vetë iranianëve. Një organizatë që pretendon të luftojë për liri duhet së pari të japë liri brenda radhëve të saj, dhe këtu i dedikohemi dhe i frymëzohemi nga gjithë historitë që janë treguar nga ishamtarët për vetë anëtarët që ndodhen brenda Mekut. Një organizatë që pretendon të mbrojë të drejtat e njeriut duhet së pari të respektojë të drejtat e anëtarëve të saj. Dhe një organizatë që pretendon të përfaqësojë popullin nuk mundet të qëndrojë të shkëputur nga familjet, nga shoqëria dhe nga realiteti i gjithë popullit që pretendon se përfaqëson. Shoqata e gjatë ka ngritur vazhdimisht shqetësimin për fatin e shumë anëtarëve iranian që jetojnë në Shqipëri tashmë, për të drejtën e tyre për komunikimin e lirë me familjet e tyre dhe për nevojën që zëri familjeve të dëgjohet nga institucionet ndërkombëtare. Pikërisht për këtë arsye ne jemi drejtuar para pak ditësh ambasadës franceze në Shqipëri dhe institucioneve përkatëse me kërkesën që aktivitetet e Mekut të mos shihen vetëm si tubime politike, por të shqyrtohen dhe në dritën e akuzave dhe dëshmive të shumta të ishamtarëve mbi shkeljet e të drejtave themelore të njeriut. Sot, 20 qershori nuk duhet të jetë dita e propagandës politike, por duhet të jetë dita e llogaridhënies të gjithë ideologjisë që ata kanë ushtruar deri më sot. Duhet të jetë dita kur do shtrohen disa pyetje shumë të rëndësishme. Pse shumë familje iraniane vazhdojnë të kërkojnë kontakt me të afërmit e tyre? Pse ka shumë ishamtar kanë dalë publikisht kundër praktikave të kësaj organizate? Se organizata Mujahedine refuzon përballjen e hapur me kritikat e zëra të familjeve. Rezistenca e vërtet nuk është kundër një kombi apo kundër një populli. Rezistenca e vërtet është kundër ekstremizmit dhe kundër kultit ndaj individit, kundër mohimit të lirive personale dhe kundër çdo forme manipulimi politik të qenies njerëzore. Ne besojmë se armja e shtetit e Iranit duhet të vendoset nga vetë populli iranian dhe jo nga organizata që kërkojnë të flasin në emër të tij pa patur legitimitetin për të folur kundrejt një populli. Si shoqata e gjatë Albania ne do të vazhdojmë të mbrojmë të drejtat e iranianëve të cilët jetojnë në Republikën e Shqipërisë, të kërkojmë transparencë për kushtet e jetesës së këtyre anëtarëve që ndodhen në organizatën Mujahedine, të mbështesin familjet që kërkojnë kontakt me të afërmit e tyre të cilët ndodhen në territorin tonë, të kërkojmë bashkëpunim organizata dhe institucione që të mbrojnë të drejtat e njeriut dhe të kundërshtojmë çdo formë radikalizimi, manipulimi dhe abuzimi me individin. Ne besojmë se një ndër rreziqet më të mëdha për çdo shoqëri është ekstremizmi politik. Kur një organizatë konsideron veten të vetme, të vërtetë, dhe refuzojnë që çdo mendim ndryshe të jetë i zbatueshëm, ajo largohet nga vlerat demokratike dhe afrohet me mentalitetin ekstremist. Për shumë vite organizata Mujahedine ka ndërtuar një kulturë politike që nuk pranon kritikën e brendshme dhe nuk toleron mendimin ndryshe. Ishamtar të shumt që sot janë mesnesh në mbajtjen e thelimet e tyre, kanë treguar se kundërshtimi i vijes së organizatës trajtohej si tradhti, ndërsa bindja e verbër paraqitej si virtyt. Kjo nuk është kulturë demokratike, por është një qasje që ngre shqetësime serioze për natyrën e organizatës. Ekstremizmi nuk matet vetëm me armë apo me dhunë. Ekstremizëm është dhe kur individi i mohohet të drejta për të menduar i lirë dhe për të zgjedhur të ardhmen e tij dhe për të mbajtur kontakte minimale me familjen, për të shprehur mendime të ndryshme pa frikë nga ndëshkimi apo izolimi.
Ne kundërshtojmë çdo formë ekstremizmi, qoftë ai fetar, politik apo ideologjik. Asnjë organizatë nuk mundet të pretendojë se fiton liri, ndërsa brenda strukturave të saj kufizon liritë më kryesore. Sot, komuniteti ndërkombëtar duhet të jetë vigjilent ndaj organizatave që përpiqen të paraqiten si forca demokratike, por që akuzohen nga kritikët e ish-antarët për praktika autoritare dhe izolim të antarëve të tyre dhe mbi të gjitha akte terroriste. Demokracia nuk matet me konferenca luksoze apo slogane të larta politike, por ajo matet me respektimin ndaj dignitetit të lirisë së njeriut. Shoqata e gjatë Albania ngri zërin kundër çdo forme radikalizimi dhe ekstremizmi politik. Ne besojmë se ardhmja ndërtohet mbi dialogun, tolerancën dhe respektin për të drejtat e njeriut dhe jo mbi urrëtitjen, izolimin dhe fanatizmin ideologjik. Ndërsa sot, mesazhi ynë është tepër i qartë. Asnjë organizatë nuk është mbi të drejtat e njeriut dhe asnjë kauz politike nuk mund të justifikojë izolimin e njerëzve nga familjet e tyre dhe asnjë propagandë nuk mund të zbotësojë të vërtetën. Historia ka treguar se organizatat ekstremiste mund të ndryshojnë sloganet, ndryshojnë dhe aleatët dhe metodat e tyre, por nuk mundet të ndryshojnë lehtë mentalitetin. Pikërisht për këtë arsye, transparenca dhe llogaridhënia dhe respektimi të drejtave të njeriut duhet të kërkohet pa kompromis dhe çdo organizatë që pretendon të flasë në emër të një populli. Le të jetë 20 qershori një ditë reflektimi për të ardhmen e Iranit, një ditë solidariteti për familjet dhe një ditë mbrojtje e lirisë së vërtet për të komunikuar me fëmijët e tyre të izoluar nga organizata terroriste mujahedine. Faleminderit shumë për të më ndihmuar. Ky ishte edhe fjallimi i fundit për sonte, por ne kemi një pyetje për ju, nëse ndokush nga ju dëshiron që të flasë diçka, ndoshta një paqartësi, ndoshta një koment, një pyetje që mund na drejtoheni, e keni ju tani të drejtën e fjalës, nëse jo, atëherë bëjmë mbylljen e aktivitetit, si të dëshironi. Ka dikush në një pyetje? Ka dikush diçka për të thënë? Të mos pyeti diçka që donte ta thoshta. Ti do kesh pyetje në këtë komentarës. S'keni pyetje. Do thoni diçka, keni një paqartësi? Okej. Në rregull, pra atëherë shpallim mbylljen e konferencës. Ju falenderojmë gjithëve për pranimin tuaj. Do të shihemi në aktivitete të tjera. Faleminderit.